Projektligji i qeverisë për personat me aftësi të kufizuara ka krijuar përçarje mes shoqatave kombëtare të aftësisë së kufizuar. Gjatë seancës dëgjimore, të verbrit dhe paratetraplegjikët akuzuan ministrin Veliaj se po kërkon të zhbëjë statuset e fituara nga kjo kategori, ndaj për këtë duhet jap dorëheqjen. Një projektligj që ka piketuar korrupsionin, që u jep fuqi organizatave pa antar, që na heq të drejtën e fjalës për të vendosur për vete dhe që hap rrugën për të shkelur të gjitha ato drejtat që ne kemi fituar të sot. Prandaj u bëm thirrje që ky projektligj të mos miratohet. Prandaj sot një zëri grupi jashtë ka kërkuar dorëheqjen e tij. Për ndryshimeve dhe pse me rezerva janë shprehur invalidët e punës, shoqata e personave që nuk dëgjojnë dhe atyre me handikap mendor. Nuk mund të themi që projektligji është i keq, ka metat e veta, hajde ta rregullojmë. Mendoj që 5 përfaqësues e Këshillit Kombëtar mendoj që duhet të përfshihen në mënyrë të barabartë. Ne parimisht jemi dakord, por nuk duhet të qëndrojnë në letër, të hartojnë sa më shpejt dhe aktet në ligjore. Në mbledhje ka qenë i pranishëm dhe avokati i popullit Igli Totozani, i cili në fjalën e tij u shpreh kundër pikave të caktuara të projektligjit. Sipas Totozanit, projektligji mbart shumë parregullsi ligjore, që ndërhyn deri në kompetencat e avokatit popullit. Në nenin 21 është parashikuar se personi me aftësi të kufizuar që beson se përshtatja e arsyeshme nuk është realizuar siç duhet, ka të drejtë të ankohet pranë komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi në gjykatë. Si ka mundësi që ky ligj harron avokatin e popullit, që është institucioni kryesor i vetëm kushtetues për mbrojtjen e drejtave të njeriut. Nëse një pjesë e aftësisë kufizuar gëzon statuse, barazimi me pjesët e tjera të aftësisë kufizuese nuk duhet të vijë duke hequr statuset e atyre që e kanë, po për duke ju dhënë statuse atyre që nuk e kanë. Konventa është e qartë, organizatë e personave të aftësisë kufizuar, jo për personat e aftësisë kufizuar.